për Kosovës. Mi që duhet privani? Dilni 40.000 vetë një javë ditë në Prishtinë, shifni që shmushën me politikantë. Se veç për tynet kanë frikë. Atëri sa s'ka presion qytetar, i të tillë, na kena me pas që si njëjtë, si 6 muajshin e kaluam. Cilat në rrezikët e Kosovës, se qytetari pa pak rrezikun, pranon mu largu në heshtje, po rreziku është atje, është full populizëm. Dasht e pa dasht një pjesë për shërbejmë krejt narrativës politike. Se na nuk po dim si popull me funksionu në kolektivitet, lirë. Që kjo është ajo ku na zdim. A në është ta presione e propaganda? Jo, është ta presione e propaganda, po është pa aftësia e popullit tonë në kolektiv, në liri me funksionu bashkë. Ta na po shojme të popujt e tjerë në rajon. Po din mu qu me kërku dishka, në rrugë, se veç ashtu kërkohet në vene demokratike. Kërkohet me statusa në Facebook. Duhet veprim. A nëse s'dan, në regull, qysh ka qenë ajo? Qysh tash në janar 2030, kemi me qenë 200.000 vetë ma pak, mosha pri 40 për miqtu. E këto një janar. Të kemi me veni plezhve, e atin qysh në bjetëm veni plezhve në histori, kur qysh hiq. Po shkojnë mërejtë sa së rrugë? E tash, që ajo është përgjëtsin, na ja delegojnë politikanve. Me vot ka dalë. Ata po dështojnë. Ama kur ata dështojnë, duesh me dalë. Ti je shefi këtu, qytetari, nuk është ai, cilin ti e pagun me taksat tuja. Edhe këto duna me thonë prapë, s'për me besu. Kap një vëlla organizojni, dini, boni një presion, unë s'po thëmë dhunë, kur njëtë s'kom qenë për dhunë. Po, 40.000 vetë para kuvendit Kosovës, një javë ditë, atë kalzon i liri që është ndronë Kosovë. Cëllë është rreziku për këtë shoqëni nëse vazhdojt me citë formë dhomës njëjtë politike dhe me sto subjekte politike, edhe me formën e Zho, del një ditë, qëre ajo mas afert i që ka mundët është apet Bulgaria, se s'është ajo rajon është, Balkan, aty në fund ka dalë një barës institucional, e ka bo një parti politike dhe mas një muje i ka fitu 44% të zgjedhjeve. Në 4 parë zgjedhje, bulgarët kanë votu njëjtë, si të na pa ka shumë, ka dalë një forcë e re politike edhe i ka marginalizu gjithë tjertë. Ashtë e gatë, a unë menoj që Kosova, na nuk i kemi 5 vjetë me u marë me vetën tonë, as 3 vjetë, as 1 vjetë e gjysë. Na nuk i kemi që shko me shku gjdo 6 muj në zgjedhje, pëse 4 vetë s'po mujnë mu marë vesh kur shko me bo prezident i venit. Mare, shumë mare. 4 njerës jo në pyetje. Nuk janë 200. As 500, 4. Nëse 4 njerëz janë të pa aftë, me na prodhu prezident, atër na kemi problem me që ata 4 njerëz. E mos mënohen me na mashtru, jo kjo ka faj, aj ka faj. 4 janë, 4. Nëse 4 vezë, shumë e fortë, shumë njerëz, nëse 4 njerëz nuk arrin me bo një president, atër nuk është faj, kemi probleme këta 4 njerëz. Qashtu. Edhe që ta 4 njerëz mos kanë që ka lypin në zgjedhje, si pas meje. Ose le dalin zgjedhje, po le të hupin. Ilir, nëse dikush e ka një përsi, nëse partit politike nuk janë panafta më ju përshtatë rrethanave dhe kohës, se vetë fakti që nuk kanë vizion, nuk kanë ambicie për të ardhmen, nuk dinë, le në kuptu si nuk janë të përshtatë me kohën, nuk kanë vizion për kohën, çka po ndodh më ju përshtatë një çështje. Atin që është mu ka duk gjithmonë prej 2002-s, mu ka duk Kosova që është me përfaqësim politik mrapa kohës në Evropë, mos të flas tash, të më thonë, në nivel global, po që në kontinent ku na jetojmë jena mrapa, edhe na konstant jemi mrapa. Tash ka pas, për shembull, ka pas një mundësi, tash nejse ka avancim, unë s'po them që s'ka avancim, tash është paka shumë bashkohore në rregull, po vizionit si janë tilla. Unë s'po them që dush me bo copy-paste, se s'ka mo copy-paste programeve, dush me po për venin tonë që ka funksionon. Sarë ju marë juve në emision, s'muj me kalu për bo pyetjen, a menoni që është momentu për një, s'po them rikthim të juj politik, për një forcë re politike? Unë e menoj që mosha 20 deri në 40 vjetë duhet me na tregu gjithve që ka donë ajo pri Kosovës. Edhe nëse ka forcë re politike, ata duhet me qenë ata që e kryojnë. Na veç muj me e përkra, kur që ma shumë. Ama njellet ja fillojnë me organizim të protestave. Se s'marin vesh, nuk marin vesh që ata pyetja fundit. Cili është rreziku ndaj shtetit, stagnimit, situatës, zhvillimit gjeopolitike në rast se shkojmë prapë. Po tash diçën tu na thon për Evropës, i keni mundësitë se atë janë tu ju zvoglu, krijon institucionet se keni me met pa çdo mundësi.
Unë mendoj që mundësia është edhe statusi i kandidatit. Mendoj që është statusi, mendoj që është mundësia edhe Këshilli i Evropës. Mendoj që është mundësia edhe një lloj rrugë për në NATO. Mundësit i kemi, po duhet me marrë vendimet. Nëse shkojmë pra marrë vendime. këto mundësi, sa rrezikohet. E mos flas për parë, cila investimet 880 milion euro jemi të jubi projekës në rast se banon. Që ato e plus shumë tjera që të mujnë marrë, nëse din me marrë investitor të huj, që s'janë me ble banesa, po me bo venet pune. Investimet huja janë ato të cilat krijojnë venet pune. Sa e optimist që deri në fund vit kemi pas një zgjedhje? Jo, unë prap. herën e kalu me Tunel me politikan. Dëgjom. Okej. Herën e kalu. Edhe për ta shtroj pak me politik. A kanë më marrë vesh për president, edhe unë kom thonë po, se ma ka marrë meja që kanë më marrë vesh për